Në organizim të Kryqit të Kuq, organizata komunale Kërçov në ambientet e palestrës sportive në Ivanidollu mbajt 30 vjetori jubilar i garave komunale të ndihmës së parë. Gara ishte një mundësi e mirë ku të rinjët demonstruan njohuritë, aftësitë dhe gatishmërinë e tyre për të dhënë ndihmën e parë. Kryetari i organizatës komunale Kryqi i Kuq në Kërçov, Femi Zeno, tha se në këtë aktivitet të rëndësishëm morën pjesë nxënës nga shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Kërçovës. Danes go odbeležujeme tradicionalno 30. općinski nadprevor po prva pomoć su učenici od osnovните učilišta na grad Kičevo i općinskите srednji učilišta Mirko Miljevski i Drita. V ovom momentu nadprevorът je otvoren i je počnat i se odvija mnogo dobro. Su odgovorni lica, doktori во секоја екипа присутни и со главни суди. Smetam дека во најдобар ред ќе се одржи овој надпревар. Ndërsa sekretari i Kryqit të Kuq në Kërçov, Besnik Selimi, tha se qëllimi i këtij aktiviteti është edhe për të rritur vetdijen tek të rinjët për t'u aftësuar për dhënien e ndihmës së parë në rast nevoje në situata emergjente. Sot në mënyrë tradicionale ne bëjmë organizimin e garave komunale të ndihmës së parë në nivel të shkollave fillore dhe shkollave të mesme. Sot kemi përfaqësues nga 11 ekipe nga shkollat fillore dhe të mesme, të cilat do garojnë në 6 pika. Do të thonë 3 nga pikat janë me karakter garus, 3 pika tjera janë me karakter argëtues. Qëllimi i garave komunale që organizohen në mënyrë tradicionale është të ngrihet vetdia për nevojën e ndihmës së parë në shoqëri, duke marrur parasysh edhe rrethana në të cilat gjendemi. Nga dita më ditë rritet nevoja e vetëdijësimit të qytetarët edhe të rinjt për njohjen e ndihmës së parë, do të thonë njohje elementare të ndihmës së parë. Ne gjithashtu edhe kemi ato trajnimet që i bëjmë të ndihmës së parë, të cilat i bëjmë edhe në shkollat fillore, shkollat të mesme dhe në institucione shtetërore. Por sot që të bëjmë shënimin tradicional, meqense kemi edhe vitin jubilar, 80 vjetorin e shënimit të Kryqit të Kuq, të themelit të Kryqit të Kuq në Republikën e Maqedonisë, sot në mënyrë solemne bëm hapjen e këtyre garave.